Përshëndetje, mirëmbrëma të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit tashmë nga çifti që është më i dashur nëpër të gjitha rrjetet sociale. Dua pak të ndaloj dhe të flas për Mateo Borin edhe për Brikenën, po këtu përfshir pak edhe motrën e Mateos. Dëshironim të gjithë të marrim një përgjigje. Në fakt, ka shumë pyetje rreth historisë së Mateos. Jam munduar që ta analizoj mirë historinë e Mateos edhe të Brikenës, domethënë ta studioj mirë këtë marrëdhënie. Nuk më është dukur si një marrëdhënie e thjeshtë, me thënë të drejtën. Nuk kam dashur që t'jap atë mendimin tim përfundimtar, sepse këtu nuk ka një mendim përfundimtar, por thjesht ka një rrugtim të Mateos edhe të Brikenës. Tani, Casey Bori, motra e Mateos, siç duket e ka vënduar pikën mbi i. Ju do të thoni në ç'kuptim Casey ka vënduar pikën mbi i, për çfarë bëhet fjalë më konkretisht? Casey Bori ka shuar një pyetësor të madh se si qëndron marrëdhënia e Mateos dhe Brikenës, a janë bashk apo nuk janë bashk. Tani unë e kam thënë gjithmonë dhe thjesht po vërtetohen fjalët e mia. Nëse do të futeni në Instagramin e Caseyt, do të shikoni Casey ka postuar një video gjatë përfundimit të edicionit të kaluar të Top Arenës, domethënë në nata e mbrëmshme. Mateo dhe Brikena duken shumë të lumtur me njëri tjetrin dhe Mateo po drejton gishtin nga Brikena, duke e parë në sy dhe duke buzëqeshur, por anasilltas edhe Brikena duke buzëqeshur me Mateon. Që kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre nuk është e shkatruar, se po të ishte marrëdhënia e shkatruar, në asnjë mënyrë Brikena nuk buzëqeshte me Mateon, por as Mateo me Brikenën, por do të mbanin mëri, sepse ne ashtu jemi mësuar që t'i shohim lidhjet. Me thënë lidhjet janë me mëri, janë me inate, janë me mlefe, nuk ka lidhje që mbahet me shumë dashuri, me shumë emocion, me shumë pasion. Dhe në fakt këtë gjë unë e pash tek Mateo dhe tek Brikena. Do me thënë, pash një afrimitet të tyre që realisht, edhe në Big Brother nuk e kemi parë këtë afrimitetin, që nënkupton që marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës është në ditët më të lumtura dhe më të bukura të tyre. E para. E dyta, tani pse Mateo dhe Brikena janë në gjendje që ta bëjnë të gjithën këtë gjën për Top Arenën dhe për televizionin Top Channel. Në fakt kjo është një dëshmi e asaj që Mateo ka shumë shikueshmëri dhe Brikena ka shumë shikueshmëri. Dhe të dy palët krijojnë një intensitet interesi të lartë tek publiku shqiptar për të sjellur për t'i sjellur ato pikpyetje që të ndiqet sa më shumë Top Arena. Do me thënë e kam thënë gjithmonë, ky është një mekanizëm marketingu që po përdoret nga Ed Manushi. Tani, apo ndikon tek fansat e Mateos? Po ndikon sepse ato mërziten, shqetësohen, e marrin shumë afër vetes, do me thënë kanë guximin edhe të më shkruajnë, të më pyesin çfarë po ndodh, dhe kjo normalisht pak i vë ato në dyshim, por nëse do të flasim për botën e showbizit, për botën e artistëve, për botën e personazheve publike, këto gjëra nuk është se janë ndonjë dramë e madhe, do me thënë ndodhin nëpër të gjithë botën e jashtme, ndodhin kudo këto gjëra, çdo gjë e tillë bëhet për interes dhe është më se normale që të luajnë në favor të klikimeve. Tani Mateo dhe Brikena mund të thonë që ne këtë gjën nuk e bëjmë Tiranë për klikime, po thjesht ne jemi duke respektuar pozicionet në të cilat ne jemi në Top Arena. Ne respektojmë orarin e punës tonë, se në fund të ditës e kanë orar pune. Ne respektojmë orarin tonë të punës, ne mundohemi që të jemi të përshtatshëm për emisionin Top Arena dhe ne mundohemi të japim më të mirën tonë, më shkaftësinë tonë që ne e kemi. Në fakt, unë këtë gjë e shoh tek Brikena dhe tek Mateo sepse kështu mund të jetë përgjigja, se në fund të ditës nuk ka nevojë edhe të arsyetohen në fakt për këtë gjë. Por gjithsesi, do me thënë, shoh një Mateo i cili ka raport të mirë dhe Brikena që ka raport shumë të mirë. Do me thënë, privatësia e tyre
nuk ka asnjë lloj problemi. Mos postimi i këngës në story është strategji që të ngrihet e gjithë kjo polemika, se po ta postonte Brikena këngën në story nuk do të kishte kaq shumë debat, nuk do të kishte kaq shumë diskutim, nuk do të kishte kaq shumë hamencime, hulumtime që mundohemi ne të bëjmë, po do të thënë gjërat do të ishin pak më të thjeshta, do të ishin pak më të qarta. Me Kastile Brikena bëri këtë veprimin që do me thënë të ngritet i gjithë populli në këmbë dhe të komentojnë mbi Mateon dhe Brikenën, mbi marrëdhënien e tyre. Do me thënë, unë këtë gjën e shoh të mirë menduar, realisht e shoh një skenar që ka përgatitur Ed Manushi dhe produksioni i Top Arenës për të shitur materialin e tyre, për të shitur gjën e tyre dhe për të ardhur te publiku sa më interesant dhe sa më fuqishëm. Unë e shoh kështu këtë dhe nuk e ndryshoj në asnjë mënyrë mendimin tim nga vetë videoja që pash tek Instagrami i Casey Borit, arrita që të bindem që marrëdhënia është pikërisht e vërtet ashtu siç unë realisht e besoj këtë marrëdhënie. Nga ana tjetër, Mateo dhe Brikena nuk është se nuk i shohin analizat tona, nuk është se nuk i shohin komentet tona, nuk është se nuk i lexojnë komentet e juaja, pikërisht ky vrulli i madh i bën ato që të jenë në qendër të vëmendjes dhe thjesht situata është për t'ju dhënë dorën edhe për t'ju thënë ju lumt, kjo që po bëni është e mrekullueshme, dini që të shisni produktin tuaj, dini që të shisni materialin tuaj dhe dini që të tërhiqni vëmendjen e një audience shumë të madhe, shumë të gjerë, të cilët ju duan, ju respektojnë dhe ju kanë ju në zemër. Do me thënë, Top Arena është shndruar me shikueshmëri, këtë po e them me gjithë bindje, fix afër Big Brotherit. Do me thënë, të gjithë kemi syt edhe veshët se çfarë do ndodhë sonte me Mateon, çfarë do t'i thotë sonte Brikena, çfarë do t'i thotë nesër Mateo, do të janë pyetje që më së shumti në fakt po pyeten nga i gjithë publiku shqiptar dhe këtë gjën Mateo dhe Brikena diti bukur fort që ta menaxhojë. Do të thonë unë e shoh kështu këtë rrugtim, e shoh kështu këtë sukses të Mateos edhe Brikenës dhe ju uroj të gjitha të mirat, ju uroj vetëm suksese, jam i bindur që pas përfundimit të Top Arenës dhe këtij sezoni veror të ngjeshur për dyshen do të ketë edhe më shumë suksese në të ardhmen, por gjithsesi Mateo dhe Brikena mbeten të jenë dy artistët e mrekullueshëm të medjes së topit. Do me thënë topi diti të zgjedhin dy personazhe, të cilët me shkathësinë e tyre, me inteligjencën e tyre, me zotësinë e tyre, arritën që të mbërthejnë për ekrani qindra mijëra shqiptar dhe të krijojnë, do me thënë debate, diskutime, dinamika rreth marrëdhënies edhe ngjarjeve të tyre.